i cili din me mashru, i cili din me gëny, i cili din me rrejt. Por unë nuk më besu që këtë din në këtë shkallë me qenë, ka kalkulatori i madhë. Për arsye se, kërë më punën me Albin Kurti në Kryeshi, po dhe Unioni Studentëve, 97 kanë ardhur në zyrën e Unikombit dhe të na i kanë pas materialet, i kanë pas të gjitha do, kë nuk ka qenë që ka që meqëm. Përshëndetje. Çfarë mendon se është adekuate kjo që bebojnë mes Albin Kurtit edhe Vjosa Osmanit që po ndodhin këtu për problemet politike tash? Po dëgja, këto probleme kanë qenë edhe janë të domosdoshme, nuk ka qenë pa mundshme mes me ardhur deri te ky konflikt, për shkakun e asaj dhe për qëllimin e asaj se edhe Albin Kurti edhe Vjosa Osmani janë kalkulator tepër të rrezikshëm politikës, po mirë, po ky kalkulim që e bëjnë këta në kuadër të kësaj politike që zhvillohet në Kosovë, është një politikë të cilët ta arrijnë dhe janë tath për me mashtru qytetarën e Kosovës, për me e kamuflu problemet, për me zhgënjë problemet, për me mashtru të gjithë qytetarët me gënjeshtra perfide të cilat din pos këta mi bo. Apo mendon ti se gjatë këtyne farë muajve që shkun, u konë çdo prezentim, çdo takim u konë gërnjeshtër për qytetarët? Jo vetëm çdo, po mrena këtyne 6 viteve. Presi ka ardhur në vitin 1920-21, kryeministri Albin Kurti edhe Vjosa Osmani, këta asgjë nuk kanë punuar dhe asgjë nuk kanë vepruar përveç gënjeshtrave perfide, të cilët janë të shkathet ta për me kalkulu dhe për manipulu. Për marrë shembullin konkret, Albin Kurti, edhe pse ka qenë zonëse dhe ma e afërt me dëndëmoqen në zyrën me aty, pastaj në punime dhe veprime, kur edhe puna për pozitë dhe për shtet, e mashtrej edhe ishte kundërshtari më i madh që dëndëmoqen në president. Ngjajshëm ka vepruar dhe punuar dhe Vjosa Osmani, njëherë me Fatmir Sejdiun, pastaj me Isa Mustafën, edhe pastaj tashkohen në fundit, pra erën dhe të konfliktin mes të Vjosës edhe konfliktit mes Albin Kurti. Ky konflikt dhe nuk ka ardhur si rezultati asaj që nuk kanë qenë të interesuar të dytë me qenë pushtet, po ka ardhur si rezultati asaj se shkuarja e Vjosa Osmanit në Amerikë dhe marrëveshjet që ja kanë imponuar amerikanët për me punu dhe me vepru, me deklaratat e saj për marrëveshjet me Serbinë, Albin Kurtit nuk i kanë vënë sepse politika apo shtëpia ovale që është në Amerikë, Albin Kurtit nuk e vlerësojnë dhe nuk e kanë partner të bisedime, sipas tyne Albin Kurti nuk është kryeministër i Kosovës, po është një sharlatan i llojit vet. A mendon ti se tash është problemi edhe i zajednicës? Po dëgja, të s'ke që mendon zajednicës? A mendon se ti, se janë në rast të tash që kanë më nënshkru disa gjona, pas marrëveshjeve që kanë bërë, noher? Jo, unë s'mendoj kur gjë. A bëdendi, me mujt me kthye ato të vitit 2013 për neve shpëtim. Po kjo marrëveshja e Ohrit, kjo nuk ka të bëjë më me zajednicë. Marrëveshja e Ohrit nuk ka të bëjë më me bashkësi që quhet bashkësi komunale. Po mendon se e koni frikë Albin Kurti? Jo. Marrëveshja e Ohrit është një marrëveshje e cila është autonomi e Serbëve, e Republikës Serbe në Kosovë. Ky nuk është umërzit, se ky e ka marrë çat detyrë me krye. Pra, Albin Kurti ka ardhur në pozitën më të lartë të shtetit, domethënë gjithë kryeministër, sepse ka ditë me kalkulu çaq mirë, edhe me bolojna çaq mira, gjithmonë duke e përdor populizmin, duke e përdor nacionalizmin, duke e përdor megalomaninë e tij që e ka si hobi,
edhe misil mua edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe krejt, edhe ajo që ka është ma kryesorja, asë nuk e ka njoft shpalljen e pavarësisë Kosovës, as flamurit, as një objekti, as një shej të shtetit, i cili është që është kriju shteti i Kosovës. Por derisa se ka njoft as pavarësinë e Kosovës, pse populli është dhënë mas ti edhe në përkraje e kanë përkrah atë shumë? Që, populli është, ose du me në shmu populli. Populli ka kohë, edhe ka momente, kur gabon plotësisht. Po ka kohë, po duhet me punu shumë, që është dukat, me te bën gjithçka. Pra, pejtët e nishit, te 97-ën, populli ka qenë nivelin ma duhur, prandaj me atë popull ke mujt me punu edhe me vepru që duhet edhe s'ka duhet. Mirë për shka ndodhi, pritjet e madhe popullit Kosovës, dëshira e madhe për me funksionue, dëshira e madhe për mu pasurue, dëshira e madhe për me rrit standardin, edhe dëshira e madhe që mu pasurue shpejt, bëri dal nga dal që qytetarët e Kosovës të zgënjehen nga partit apo nga qeverit që e këshin pushtetur më herët, edhe filluan me i besue vetëvendosjes, që tash drejtën me të thonë, edhe unë kom qenë pjesëtari vetëvendosjes prej vitit 2005 dhe në vitin 2010. Po në vitin 2010 jemi prish me Albin Kurtin, që jemi prish për asgjë tjetër se, veç për parimin. Kur ai tash sa që neve na duhet mu bo parti politike, sepse kështu s'po muj me punu kurrësh. Unë na kemi pas parim sa të program, po mirë të bëjmë parti politike, po na po thojnë që këto parti politike s'po mujnë me punu asgjë. Sepse janë regjistruar të Oleksi të Miku, a na se pranojmë Oleksin, se pranojmë as Mikun as natën. Prandaj vëlla mort pa mua. Unë kum bon gabim çashanik. Edhe diçka po du me thonë nëse nuk është e të brunë. Qëre, Albin Kurti është një njeri, një qytetar, e cili din me kalkulu, e cili din me vepru, e cili din me mashru, e cili din me gëny, e cili din me rrej. Po unë nuk më besu që këtë din në këtë shkallë me qenë, ka kalkulatori i madhë. Për arsye se, kër jëmë punën e me Albin Kurti në Kryeshi, po dhe kur Unioni Studentëve, 97, kanë ardhur në zyrën e Unikombit dhe të na i kanë pas materialet, i kanë pas të gjitha do, kë nuk ka qenë që ka që meqëm, as kuj, as Bojar Dugolli, as krejta përfaqësues aty. Mirë po tash, unë jëmë binë që kjo shkatësi Albin Kurti, që po me kalkulu dhe me manipulu, për në aspektin politik, në aspektin diplomatik, në aspektin mashrues, këto nuk janë mendimet tina fare, këto janë mendimet të shërbimit Serbisë, mendimet të shërbimit Greqisë. Këtina në bromi e adhonë, atë që ka duhet me punua, atë që ka duhet me veprua, për me mujtë me realizua. E kur e them te, e them me një qëllim të caktuar. Ky qëllim i caktuar është kë. Dhe linë pyetja. Për shembull, kur kanë qenë protestat, kur kanë qenë ato dhuna ndaj institucionit Kosovës, kur kanë qenë sulmi ndaj policisë, kur ka qenë me gjuajt gasin mena, gjithë ato një çështje. Unë e di që Albin Kurti njeri ma tëc, edhe njeri ma fregaçat, edhe njeri ma qëqan nuk ka. Mirë po, tash, si duket, a i s'mon më këthy mrapa, ka shku as larg, sa që është rreziku në kahti bjenë. Migra edhe me punu për çështjen e shtetit Kosovës. Nuk mundet, sepse është në shërbim të shërbimeve të jashtme, edhe monarë zgudon, sepse e ka premtuar për me mujt me realizuar me punu diçka tjetër. Pro me një fjalë, Albin Kurti, gjithë këtë kalkulim, i ka mashru gjithë. E ka mashru kryetarin e vetëvendosje Visari Mirë. E ka mashru Shpani, që e ka pas shok. E ka mashru Dedën. E ka mashru Libornalim. E ka mashru këtë Abazin e Ferizajt. Ka mashru edhe mua. Për edhe si, dhe e ka mashru të gjithë.
Sepse Sa je i dëshpërum Vetë- ti si qytetar, i thjesht që je, po sa je i dëshpërum për shembull, unë nuk për dëshpëron. tradhtin, për Jo, unë nuk dëshpërona se janë të punuar për me. Edhe po duhet këtu ma që na ka dhënë mundësia, ne mrena kësaj javë jemi me një parti politike. Edhe dalë me një parti, kjo parti do ta thëjmë fjalën tonë, do të krijohet mundësia edhe para ju mjeti juve të informimit, para portale, para tyne, që do të jem vazhdimisht me kryesin në të angazhuar. por edhe para qytetarëve të thojmë mendimet tona dhe fjalët tona. Pra edhe një herë po duhet më thonë. Albin Kurtit ma shën ty, na ma shën gjithë neve, edhe din me bo lojna driblinge. Sepse dim se na ma shën. Që mundet me mashru mu Albin Kurti, as mundet me mashru as një shqiptar. S'mundet. Pa di shkush pse mashrën Albini, pse mashrë unë e nesën e së bune për mashrën. Sepse shfrytëzoj momentin edhe rastin e gjitha tyne që kanë qef me bo shtetin e Kosovës. Pra, gjithë ta që jemi sot, që jenë largu për e vetëvendosur, ta nuk janë mashru në kuptimin e thjesht fjalës. Këta i mashrën Kosova, i mashrën Adrejo dhe këty. Muë ka mashru veç Kosova. Edhe vazhdon halen të mashrën Kosova. Adrejo për një tarë më të mirë. Adrejo për një tarë më të mirë.